Zemra ime nuk rreh më për Berishën, Sula. Partia Demokratike e pa përfaqësuar në Elbasan. Për deputetin Dash Sula, Berisha i preku karrierën politike. Mëtej Sula vijoi duke thënë se janë lënë jashtë listave persona që kanë kontribuar dhe janë futur të tjerë. Sula theksoi se nuk priste të fitonte primaret dhe se është një prej deputetëve më të kërkuar të Elbasanit. Zemra ime nuk rreh më për Berishën, mu përplas dera në fytyrë nga Berisha, më preku karrierën politike në kulmin e saj. Ditët dhe javët dhe muajt në vijim, gjithsecili do të marrë përgjigjen e vet. Unë po pres 12 majin dhe 15 majin deri në 28 korrik që të shkoj në parlament dhe aty do shikoj, o do shoh Ramën duke qesh, o duke qarë Berishën ose kundërta. Unë do të jemi kënaqur në të dyja rastet. Në 2005 u futa në politik me kërkesën e demokratëve të Peqinit. Jam ndër deputetët më të votuar të qarkut të Elbasanit dhe në 2005 më nxorën të parin në Shqipëri. Kisha 2 fishin e votave të mia krahasuar me partinë. Qoftë Berisha po njerëzit e tij të cilët nuk është më Berisha i 2005-s që i merr vendimet vet. Nëse do t'isha unë në Elbasan bashkë me disa bashkëpunëtor të tjerë, nga 7 bashkitë të Elbasanit, 6 janë të përfaqësuar për herë të parë. Disa figura të tjera, Alessia Balliu, Doris Madhi, e cila është mbesa e Arian Madhit, mbaruan në La Sapienza, në listë futen të tjerë përfshirë. Nuk prisja të fitoja primaret sepse në raport me foltoren ka qenë një jo koherencë. Unë isha në Sicili, as në Shqipëri jo.